Dy gjëra të rëndësishme në futboll. Është ekipi vetë që luan dhe tifozë lojtarë 12. Dhe sot ne kemi në studio pikërisht lojtarin e 12 me plot kuptimin e fjalës. Dhe çfarë lojtarë 12 që kemi në studio? Lojtar 12 intelektuale, jo do si do. Në kohën tonë thash që nuk vinin shumë femra në stadium, ishim edhe 1 ose 2. Imagjino ti edhe në fushë aty me trin duke lut, prapë i shef ato femra që kanë armë pa dhe ti se ke merë fare pa alkooli këtu. Po të merresh 8 milion euro në sezon. Po pikërisht pra Do e kishe bë verën pushim po apo jo? Unë ju thash jo, e keni topin këtu, t'ja bëra fshatën tani 65 vjeç. 65 vjeç. Mi po duhet me pas makinë ambulancë sport se më u thy brinja apo se çano. Trajner Agustini më thot Gjudo, ka vu kryeministi basta $100. S'kisha punë me topin fare. Brylin bashkimin gjatë, bashkimin to, gjithë stadiumi, bravo që i rej. Sa shanse ka Shqipëria tani pas Serbisë dhe Letonisë për të shkuar botror? Mund fitojmë Serbinë. Duket që di? Kujtin Gjuzit jep akuzën, në qoftë se nuk do të kualifikohet skuadra. Kush je ti që nuk e fute Hysaj në Letoni? Kush je ti? Pse e bëre? Kush të tha? Fillojmë pyetjet. Miq të Andale Sport, ja ku jemi edhe një herë aty ku bashkohen emocionet e futbollit e sportit më të bukur në botë, po sigurisht ishim te vera e viteve të kaluara do thonim për pushime në yacht, të grillish apo për alkoolin pafund, por jo, kemi prap futboll edhe tani. Me grillish do thotë ti. Ai pi alkool. Jo, s'ka yacht ai vllai. Nuk ka alkool, po. Borx me yacht i borx. Po jo, çfarë tha FIFA jo tha. Pritet herë tha plazh, ç'a plazhi tha? Aty jo vllai ti fusim çunat i japim top, sa të bëmi botror klubesh. Botror klubeve mirë fare. Pse të si filloi ky botror klubeve? Mënyrë më të keqe të mundshme. Inter Miami Al Ahli 0-0. Gjinofa e Messi shkret për zotin. Jo, se luti mirë. Luti mirë, e ke pa? E pash po të bëj gole mirë. Ore mirë që futai Bayerni loj thuaj. 10 gola direkt 10-0 nuk pyeti fare. Mal mërzema me Bayerni thot ky po me atë portier që kishte Auckland City vllai, portieri puna parë ishte farmaceutik në një depo atje, se ç'bote kështu kishte i pirun nga këto makinerit, pap ngrete këto. A mos sa fut depo farmaceutike? Po më vlla me pirun o vlla. Botrori, po prandaj ka shku çmimet e bileteve nga 2 euro dhe prap nuk i blen njëri. Gjithsesi, ne të presim të fillojnë çik këto neshet e buka këto, të shohim çik City kundër Realit këtyre se këto, ato japin lezet botrorit. Filloi deri diku, po së gatë Atletico e filloi pak, po kemi Interin, Juven, Cityn, ka plot ekipa aty për të futur. Po së gatë Atletico të pëlqeu? Ndeshë bukur me raste po prap. E pe PSG-ja plao shumë. Mirë është. Për zotin, PSG-ja, më mend dhe këtë ka përfitu. Prap ky botrori nuk duket ndonjë botror me vlerë shumë. Botror patatinash o vllai, botror patatinash. Ja, mos e thuj botror patatinash. Sa thon ky është Milani, e thon nga që mungon Milani aty, me tendencë. Edhe pse mungon Milani është botror patatinash, po gjithsesi kalojmë çik nga botrori patatinave në botrorin tamam. Botrori ma. E morë vesh kë mori Italia? Kë mori Italia? Gennaro Gattuso. Ua, Gattuso trajner te Italia. Rinocerontin. Imagjino ç'a ndodh tani te Italia para se filloi ndeshja. E mban mend Greqi që tha sometimes may be good, sometimes may be sometimes may be good, sometimes may be shit. O çka ka për të bërë tani atyre? Po vllai rreshtore më që më mëngje. Rreshtore për 1, shpulla mas duke qafa, la. Po ta mendosh fakt Italia mirë bëri se provoi gjitha metodat për botror, nuk pa arrinte dot. E vetëm me gjë që ngelit marri Gattuso trajner, ta provoi me dhunse. Dajak vllai, mëngjes për zotin shpull mas qafe ka për të bë meme. Mu më thon drejt habitit që ky lajmi Gattuso te Italia. Po lajmi Granit Xhakës te Milani për shkak të habit çik? Jo fare. Pse? Po ai lojtar i mirë, më di gjithë Europa ç'a vlerash ka. Pastaj iku Reindersi. Futet Xhaka është zëvendësim më i mirë akoma. Xhaka zëvendësim shumë i mirë për, okay. Ka do tjetër. Është lojtar shumë i mirë vllai, po për moshën, unë mendoj që jam me sfusha Milanit këtë vit. Modric, Xhaka, jepilli tavull aty mes fushës, e të fillojnë. Ja, po mos e Të dy Ballkanas janë, pse jo valla? Po ç'a mund të marrë Milani më mirë me buxhetin që ka, me parametrat që kërkon, pastaj është edhe iglitare çik shqiptar. Edhe pa Xhakën, taktikën e ka, cilëtetin e ka, eksperiencë, trofe ka fitu, edhe Modric kombinim ku ka më bukur. Me zi po preso Flor. Nëse po ju pëlqen kjo që po shikoni, na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube. Po me që përmendëm tifozët tani 2 gjëra të rëndësishme në futboll. Është ekipi vetë që luan dhe tifozë lojtarë 12. Dhe sot ne kemi në studio pikërisht lojtarin e 12 me plot kuptimin e fjalës. Dhe çfarë lojtarë 12 që kemi në studio? Lojtar 12 intelektuale, jo do si do. Zoti Kujtim Gjuzi, përshëndetje. Ju falenderoj. Një dyshë mrekullueshme, ty të shoh që pas e vra akoma të lut futboll. Tani futbollisti ka këto gjëra. Na ndodh. Tani je një tifoz futbolli intelektual. A mendon që shkon ti është intelektual futboll apo më mirë të alem tyre që janë tifoza që shkojnë edhe fillojnë nga motra direkt aty? Në kohën tonë ishte çfryrje
Edhe imagjinohet ti kur doje të shaje në stadium, në kor, policia ishte gati të kapte tifozin. Ju në këtë moment krijon një tension arterial, urdhëra mund të shikon kamerat, që bëhet misi kokriza ose revma e quajnë grekët, po quhet tension arterial. Në atë kohë unë isha në radhën 14, një zeqja, kariket 120, 121 ishin pronotura për mua nga sot presidenti i Bilardos, Ed Loku. Domethënë, këto dy bileta i kishte Kujtim Gjuzi dhe Bujar Reka. Kështu që Bujari ishte tifoz i çmendur i Partizanit, unë megjithëse luaja pak me trinjtë e Partizanit, prap zemra është bardhë e blu, kështu që tifozi 12 është domosdoshëm. Po ju më konsiderohet si një intelektual. Unë mund të them më tepër që unë jam një qytetar i Tiranës, kam bërë përpjekjet e mia në arsimimin tim të lartë, gjithmonë bëhet fjalë vazhdimin studimeve ditën për ekonomi dhe biznes. Meqense jemi në ambient konsiderohet sportiv, në kohën tonë thash që nuk vinin shumë femra në stadium, ishim vetëm 1 ose 2. Edhe gjithë tribuna përqendrohej ke bukuria atyre femrave, ishin shumë bukura ato të dy, s'duam të përmendim emrat tash. Imagjino ti edhe në fush aty me trin duke luajtur, prapë shef ato femrat që kanë armë pa dhe ti se ke merë fare pa golin këtu. Po gjithmonë ke femra. Po ke merë pa ato femrat atje. Ka ndodhur edhe Pra në kjo është tifozeria qytetare dhe intelektuale, nëse do ta quajmë kështu. Ose mund ta quajmë aristokrate. Po nuk mund të jetë aristokrate një zeqja. Një zeqja të shah me non, me babën gjithë i ke marrë parasysh gjitha. Ke tribuna, nuk është mirë me shah, sa aty është edhe kryeministri, është gruaja e kryeministrit, është djali i vogël i kryeministrit, në pubertet, 11-12 vjeç, bën gabim që çon. Ai duhet ta vë mbrapa porte. Po ti isha kryeministër, kanë tim 11 vjeç, vë mbrapa. 12 vjeç? Po, me maj topat me i pru aty, që të mësohet lujt, vrapoj. Jo të vi aty si intelektual dhe me suza. Mbrapa porte, tribuna, pasporte, ti edhe aty duke shah me tifo grupet. Tani edhe ai do të mësoj sa të sharë tani se gjuhë shqipe i pranon gjitha. Po ne tham, domethënë nga i zeqja, nga po themi dhe 10-çet, C-ja edhe E-ja siç i kemi pas ne, ose nga kryeqyteti dhe nga kodrat e liçenit. E shara vjen me jehon, nuk vjen drejt për drejt në vesh. Se ka hapësirë, derisa të vike, po themi ke femrat që janë ke tribuna qendrore. Unë nuk jam dakord që femrat të vinë ke tifo grupi. S'jam dakord. Tu jam konservator. Me që jemi të kjo tema e tifozëve, tani ka filluar botërori klubeve, nuk e di e ndjek apo jo. Po, Messi në minutë 96 më duket goditi shtyllën. Tani çan korrekt fare. 0-0. E ke pa që kanë shku biletat nga 2-3 euro dhe prapë nuk po i mbushin dot tribuna. Çfarë mendon që është problemi atje? Gjella me krip, thotë Myslymalla, e në krypa me karar. Çfarë do të thotë kjo? Domethënë, bostër vite para dite, një 60 minutë, mas dite futi nga orkest 90 minuta, kush do me net edhe 110 edhe 120 për të përgatitur. Ju tani bëni një pyetje domethënë që kjo bileta 2-3 euro. Po e ke bloku pra gjithë vitin kalendarik, e ke bloku, çfarë do të bësh ti? S'do të lesh as një muj pushim. Po ju mund të shkoni tani në një stadium që bie bileta 3 euro atje, edhe nuk nxjerr as shpenzimet, se unë jam ekonomist jo tash. Jo, më 3 euro, ato 3 euro i kanë çuar sepse nuk ka interes, nuk ka. Po këtë do të them, nuk po do të shkoj të shohin ndeshjen. Jo, po këtë do të them unë. Edhe lojtari vet aty është i stërmunduar për mua. Një muaj pushim është i domosdoshëm për ashtu rastin 1-2 vjet, 4 vjet që vjen europiani apo vjen botërori. Domethënë ti mendon që FIFA po i mbigrakon pak lojtarët me këto. Mendoj që është kthyer në komerc. Do të kem pak pushime thotë. Apo ka nevojë organizmi. Është njësoj si një ditë me ngarkesë 24 orë, 7 orë trupit i duhet pushim që të rifillojë nga e para. Këto janë studime akademike, sa folet ju për intelektuale apo. Po shumë tifoz, për shembull, po shprehen thonë që këto lojtarët po marrin nga 8 milionë euro në sezon, thotë dhe nuk e kanë asnjë gjë të punojnë dhe verë. Për shembull, po të merresh ti 8 milionë euro në sezon. Punoj gjithë vitin. Ato që punojnë gjithë vitin. Atyre tifozëve tani themi po lojtari që ngeli në fushën e Ignatias. Po më ai kishte probleme. Çfarë problemi kishte? Kishte probleme. Ai kishte firmos, kishte probleme me zemrën, e dishin gjithë. A kishte firmos? Po. Për shkon vdekje. Po më ashtu ato e dinin. Vite nga një kaluar me probleme. Ekstazi thoni ju, si e thoni? Vite nga një kaluar me probleme. Ai kishte probleme me zemrën. Ai kishte bëu vizat mjekësore, nuk i kishte kalu, kishte probleme me zemrën. Thjesht kishte vendosur që unë mos ta lë futbollin. Në një nga pikat që kishte Kujtim Gjuzi, nëse do të merrë Federatën Shqiptare të Futbollit, a di kush ishte?
11 profesor doktor të shkencave mjekësore do të ishin të përditshëm në Federatën Shqiptare të Futbollit në 3 ditë, që do të thotë sot janë 11. Po. Apo jo? Nesër janë 11 tjerë, pas nesër janë 11 tjerë, dhe i vinë një herë në 3 ditë 11 personat që të paktën kardiologët duhen aty. Si mundet, se unë e kam dhe shok ato që i ka thonë, Drini Bardhi është i Kavajës. I ka thonë që për mua mos luaj, do vdesësh në fushë. A i firmos me vdek në fushë. Nëse unë do t'jem federata, nuk do t'jem mon, se nuk e kërkoj më këtë, se e kam rrit nivelin më shumë, e kam çuar në parlament, nuk do t'a leja të luan të atë. Po të merresh 8 milion euro në sezon. Po pikërisht pra, Do e kishe bë verën pushim po apo jo? Desha t'i iki pyetjes. Ha, Unë ju tha që e keni topin këtu, t'ja bëra fshatën tani 65 vjeç. 65 vjeç. Mi po duhet me pas makinë ambulancë sport se më u thy brinja përse çanov. Kështu që shiko, futbollistët zakonisht me mesatarë ponderike jetojnë 71, 72, 73 vjeç maksimumi. Do të thotë që zemra atyre lodhet. Se në rremenia kur plakesh, fillon rremenia që çuniri. Ti e plak motori 66 vjeç, ti e sforco. Ai po eci 90, maksimumi 100 është rregull. Jo, thot vllai im 200. E disa motora ka djega. Shive, sa i modhesh prapë me hiku pyetjes. Pa miku, 8 milion euro në sezon. Po, jo. Kujtim që unë se ka deklaru hapur maj 10.000 lekë të reja po të vjetra në xhep. Nuk do shelu gjithë verës, domethënë. Po jo, more ç'është ajo. Ç'o. Kujtim, tani dua të di pak ku ka filluar lidhja jote me futbollin. Cila ka qenë ai shkaku që ti fillove ta shikoje. Duhet ka qenë viti 1971. Në Tiranë luante Partizani me Vllaznin për finale e Kupës Republikës. Edhe më thot daja im, i ndjeri, thot apo vjen me dajën, shkojmë shohim neshin. Mirë po, unë shkoja, se kishte dhe bilardo këtu ju, unë shkoja luaj me dajën bilardo. Edhe, hajde po shkojmë në stadium. Shkoj këtë stadium jo, atje, del stërvitje Vllaznia, Din Zhega, e pati rafisatën që ju e qita. A rafisatën i bëjën është Din Zhega, shkojmë. Shkojmë në stadium, dalin futbollistë në zemje, Lek Koçobashi, e majmen si sot, ka qenë më duket se mbrojtësi majt i Vllaznisë, kroson një top, ishin në parandeshje, pa filluar ndeshja që është në zemje. Në zemje. Bëni cross ai çat them. Cross shumë i bukur, shkon to fluru të bukur. Ngrehet Den Zhega ke pikë penaltis, kthehet mbrapsht, topin rrjet. I gjithë stadiumi, megjithëse ishte me Partizanin, dorë trokitje, se i gjë bukur. Kësa moment unë e pash. Dhe prap, po të veshre, se janë në emocione, këtë emocion këto momente. E pash shumë këto daja, që kemë dhe mu? Jo, më s'kom gjojtë. Shkoj në shpi si që fry topi. E mora topin, e fryva, e rrugullu, morë dhe vlajnë, po ka marru neshe të që jenë darke, farmacia 10, poshtë fusha, është tregu sot. I them vlajt, dila tja, vlajt përdor të 2 komët, është futbol, Qing Gjuzi quhet, teknik, lojtar teknik, ai ka qenë me të fut topin për shalës, nuk do me bëgole ai. Tha, dila tja i ke këndi atë, kroso ka e majta, bap me 2 herë, u ktheva në gërshon, mi po, vritës, nuk është. Ti po provoj atë që pe. Atë që pash. Jo, fillim të bësh gërshonën një herë, që të bish një herë, që mos vritet shumë. Po kështu gjysmë rafishatë. Një herë, 2, 3, 4, 5, ka nejt 6 muaj kur e kanë qitë rafishatën, ke pika penaltisë unë cross. Dhe këtë cross do ta përshëndesim tani quhet Ilir Vokopola. Mbrojtësi djathi i Tiranës me Trint me Çimuçën me këtë grup, i futi cross liri aty, në rremull balti ishte. Bap topi në shtyll mren. Tha Liri Gjoza. Sa kista që s'kene fotograf këtu. Mirë po vjen rradha. Dhe këtë e bën Hector Pustina në stadium kombëtar, pozita opozita. Luajm ne 2 gola ka teshi, me 9 shtator duhet të ketë qenë 97-ës, do pojtohet pra qeveria pajtimit. Edhe unë tani jam me numër 2. Thot trajner Agustini, më thot Gjuzo, ka vu kryeministri basta $100. Bashkim fino da. Nuk ke as i pundi dhe me dalë në sulm. Ti ke punta, pull poste, mos me lonë me bo gëll, bashkim finon. Bashkimi kështë vu bast me Gramuz Ruqin. Luaj me basë gjithë Po, kombinimin. me bast $100 dhe bë gol, bashkimi. Edhe qa bëhet në këtë rast, i shkoj bacit afërën.
I them Baçi këtu si e kryeministër, mos më afro të zona rrepsis, presion. Gjusë të çfarë thunë vëlla. Erdhe ke zona thash, kena problem. Vje Baçi me bë gol, topin ky Kateshi, kishte bë 2 gola, Kateshin 2-0, për të bë 3-0 në favor të atyne. Në vend të bënte gol Kateshi, tani ç'a bë, i jep topin përpara meje, domethënë këtu, që bashkimi nga mas meje më bë gol, s'kisha punë me topin fare. Brylin bashkimin në gjaps, bashkimin to, mor topin unë, e qita kornet e si unë, se është vrarë kryeministri pra. Gjithë stadiumi, bravo që i rej e para. Mirë po, masi unë usolla si intelektual, se kjo vrata është, marë goli se morëm 3-0. Stadiumi si erdi mirë që puna këtë veprim, unë, po unë jetë të Roma të në fosh. Mirë po, qa not? Në pjesë 2, janë 2-0 ata. Bamir Topi, profesor doktor i shkencave, këti mund t'i themi intelektual ne të shi. Edhe bët një ence për ne. E marrë topin, no? Se ishin gati këto paldajqe, këto skuadra opozitës, do më thonë, pari ma e topin mu? Po, pse më thëmë dhe gjush t'i kuj dhe pojtë, shumë të gjuj encën. Penaltit e këne lomi gjuj të encën, të gjujen. I thëmë Bamirit hajtë pak. Shko bjeri Bamirit dhe diagonal, kjo 17-18 metra ti e bë gol. Po legu ti më thë se jena plak dhe që të të të. Ore bjeri thash gjeth aty në hec, gjeth e dimne, gjuhet në damor. I bje Bamirit topin në rrjet, opozita boni golin në nerit, e unë nërit stadiumi aty, të shi vje Bamirit e unë. Ore tha, po ti tha ku i dishe që, du hyte kjo gol. E mërë Bamir topi. Ti me di Ashari mu, e me luti Asharin, dhe në keni fitu 250 lekë, lagja di branve ju me i gol këshu më balde, thash, e hongri liut, di që qëtë portieri jo, ra topi më shtyllë mëreni, thash, e në morët, me gjithës së vazhdoj loja deri në fundit, thash, ju me i gol 1-0, thash, në morët 250 lekë vjeta, kujto të se harroja 250 lekë shumë, thash, që më ke morë atere. E kujtoj akoma. Po ja kujtova direkt ati. Të kujtoj edhe unë diçka tjetër. Kur ke qenë 15 vjeç, ka kapur sigurimi i shtetit me flamur gjerman. Po. A të vjen akoma keq apo pishman që bërë këtë veprim apo e ndjeje? Po, sot më vje keq. Sot pasi mendoj që kam lexuar dhe studiuar, do më thonë që më është dashur më tepër. Jo se kam dashur. Do më thonë intelektuali do të lexojë. Ky është ndryshimi midis qytetarit dhe intelektuali. Ai do të lexojë. Unë kam qenë i detyruar të lexoj. Sot, kur unë shoh që mbretëria greke e Otos është bërë nga gjermanët edhe na ka prish ne gjithë ato troje, po çfarë them unë tash? Pellasko, Ilira, Dardane. Do të thonë nuk do kishte dalë me femur gjermanët. I kur në botë nuk do kishte dalë. Mirë po, policia e shtetit, ndërhyrja ambasada, siç e kam thënë, ndërhyrja ambasada e Republikës Demokratike Gjermane, se ne në atë kohë nuk kishim ambasadë federales këtu. Edhe më lëshunava 14 vjeçë, gjys 15 vjeçë, të isha mirën me të. Flamurin e kisha qepur vetë, i kuq, i zi, e kisha qepur në makinë qepse, edhe i verdh, me 3 ngjyra origjinale flamuri i Gjermanisë. Mirë po, ku kishte nxirën kohë diktatura. Me sa duket, edhe nga sipër thanë që po le fëmijë. Tani se me fëmijë, nuk është se s'kan burgos fëmijë ata, po i kanë burgos në momentin kanë tentu me uaratis. Kurse këtu Ky veprim jalli ishte na linte, ja ta them unë, na linte diktatura në herë pantallonat kauboj na i linte, edhe të sharat, se e tham ke tifozi, ke çfryrja në stadium, gjithë peshë gjatë gjithë javës, në stadium edhe shanim nga. Po sot e ndjek Gjermaninë akoma, si duket kombëtare tani? Jo, nuk e ndjek Gjermaninë më. Pasi numri 11 duhet të qenë Asamoah në vitin 2004 më duket. Kampionati 2004 duhet të qenë. Gjermania më duket se mori atë kampionat. Po. Nuk e maj mend mirë. Ha shofun Asamoah aty, Gjermania deri në atë kohë ishte nën presionin që pse s'luni ju me njerëz me ngjyrë brenda. Mirë po, sipas studimeve të mia, njerëz me ngjyrë jemi ne 3. Se e bardha është ngjyrë. Të tjerët janë spektri i ngjyrës. Pra nuk mund të quhet ngjyrë spektri. Ti nuk ke me Gjermaninë më nga që mori këtë lojtarin Asamoah? Po pse të bëjmë atë unë, bëjmë anglez që i kanë 6 pa ngjyrë edhe 5 me ngjyrë. Është për folur kombëtare mund të marrë lojtar me ngjyrë, ndoshta në të ardhmen do kishte pranuar një lojtar me ngjyrë të kombëtare shqiptare. Kam konflikt interesi në këtë rast. Lojtar me ngjyrë apo pigment tash se unë. Po, lojtar me ngjyrë, po e quaj. Kam konflikt interesi, s'mund të flas. Për kombëtar. Po mirë, me që po flasim për kombëtarën. Po. Sa shanse ka Shqipëria tani pas Serbisë dhe Letonisë për të shkuar botror?
Jo po më qunë më Nostradamus këtë rast. Jo më po. përgjigjesh si tifoz. Për shembull kemi një fitore, 2 barazime, 1 humbje. Për moment. Pse s'keni më para ju më kur unë gjeta atje me Andorën 3-1 në kokë. Po ku e dim ne që s'do të gjesh tjetrën ti? Atëherë themi një gjë. Trajneri jon duhet të ishte larguar, e them, do ta përsëris në kampionatin evropian. Trajneri jon në këtë rast nuk mund të largohet, pse është në vendin e dytë Republika e Shqipërisë në grup. Dakor, ka ndeshje mangut Serbia me Anglinë. Anglinë e kemi përpara, është number 1. Kemi tani Serbin. Pyetja është, ku e ka ndeshjen? Anglia e ka në Serbi. I duhet fitoria që të siguroj grupin, apo jo? Po. Pra aty është jeta vdekje. Po do luaj fort. Iku e para. Edhe Shqipëria ka. Dhe kjo ka një tifozëri të madhe për arsye të popullatës që e ka 65-67 milion ose 200 milion në gjithë Commonwealthin. Po themi, kjo skuadër do kualifikohet se s'bën. Po. Algoritmi këtë tregon. Tani vim ke Shqipëria, do kualifikohet apo jo? 800.000 aplikime për 20.000 vende stadium. Amerikanët janë logaritmi X-it X. O thonë, mund të fitojmë Serbinë. Duket që dje? Një të rrëdzuit me i lojtarë janë, se kjo nuk paralizohet këllaj të që gjujt i penaltin. Manaj. Shkoni e futat të hysen, atë hyset të rregullohet. Gens të morim ditës hysaj. Tak, në zonë të hynë aty, më pengove, thot, penaltin. E penaltin e mori Edhe rregull. nuk shko me gjujt vetë, që më duhet mu thot. Çomane. Çam duhet mu zot një thot, unë të mora penaltin, kam marru punë me ty. Ky tjetri thot, ti nuk mund të lush, i thot ky, selektori, neshin tjetër thot, se ti thot nuk bëre detyrat që të thash unë, se unë të thash ty mos din sulm. Ashtu po, ku din gjuzit jep akuzën, në qofë se nuk do të kualifikohet skuadra. Kush është akuza? Pse nuk e le ti mbrojtësin sulmues me dalë në sulm? Pse nuk e vendos se ti mbrojtësin gjysmë mbrojtës ose me xall që i themi ne me sfushori djathtë për të marrë penaltin? Ti e fajtori. Ti Ti Silvinjo. mendon që fajtori është Silvinjo. Jo 100%, se është në vendin e dytë tash, dhe ai nga ana morale ti si kërkon Vendi do të dytë po një sapati. akuzë e ka, një akuzë për mbrojtjen e ka. Nëse nuk kualifikohet, direkt vjen akuza. Kush je ti që nuk e fute hysaj në Letoni? Kush je ti? Pse e bëre? Kush të tha? Fillojnë pyetjet. Ndrim taktik thaj. Këtu ka një justifikim. Po tjetë përpara spakut ai dhe po të më kishte mu këshilltar në një rast hipotetik, unë do t'i thosha thuj, unë jam brazilian vëlla, unë nuk luaj kështu. Unë du me lutë aristokraci me pa futboll më knaq, unë nuk du me dita fito apo s'fito Shqipnia. Sa i merr një pikë, sa ka 3 milion euro. Rregull. Po rregull është. Rregull. E kishte 1.100.000 euro, e rritë 200.000 në rregull. Po tishe ti për shembull trajneri kombëtarës. Ja, Thuaj çik. s'mund ta bëj këtë. Jo, po nëse do ishe, se unë do Jo, të shoh, do të shoh pak ç'a mendimi ke ti për formacionin, Jo, si do e jo. bëhet ti formacionin. Unë flas si tifoz. Po si Në tifoz. asnjë rast nuk mund t'i shkoj afër unë pse? Unë nuk kam studiuar mjeshtrinë sportive ose Universitetin e Sporteve. Nuk kam luajtur futboll minimalisht me skuadrën e parë të Tiranës apo të Partizanit. Ajo kam mbetur këtë se unë këtash kam një operacion këtu. E përshtes, janë stomorin, futi herë topin për shalet, herë në 2 tongri sparkatën e fort tip Sejdini, Faruk Sejdini, herë në 3 ashtu tha, po, më shkeli me taka. Shkeli me taka dhe i shkojava drejt kokësit të akut me këput komën, po, e diqaj tash doktoresh Roshen Golemit, që ka qenë normalisht të deputete. Nëse do më presësh komën, i thash, po më fut më aty se pa sharën, në ty ke që zotoja. Ke pavioni 2, më prit kokën, i thash, mos më zirë më me kokë për jashtë, më prit komën. Ato këshin da mene me prej komën. Ç'a sharri ishte kështu? Nikelato. Sa kishin dalë to inokset. E di si shkëlqeta apo kur e pash aty. Miku truri. Drita. Rushena tha, doktoresha Ndjer, gjë e madhe, intelektuale shumë e madhe, profesore doktorë shkencave, nuk do lush futboll kurrë, tha mu. Ti tani bën rrafshata. Dakord, e thash. Nuk do lush bicikletë kurrë, tha. Nëse do t'i bësh këto dyja, do të përsëritet mas 20 vjetësh. Është përsërit, po ta ngrej komën poshtë, ka operacion tjetër poshtë. Për Pra kombëtaren- nuk do t'isha asnjëherë trajner kombëtarës, të përgjigjet doni e dhash. Po. Për kombëtare nuk na folë shumë, po për Tiranën e madhe çfarë mendon? S'fole për kombëtarën. Po nuk u futet Unë shumë. Jo, thash, s'na bën Silvia në informacionin. vendin e dytë. E do formacionin. Nesh informacionin e. Sul. me Tani sul, e mbrojtje. ka konsoliduar portën Strakosha. Pse? Ka prit penalti. Do më thonë ka dhënë siguri ekipit.
Do në mbrojtësat e një thonë, edhe po bëm penaltine, kena portierin. portierin, po, Pra e sigurisht. është psikoz. Iku. Mbrojtësi djathtë ka arë në moshën 31 vjeçare Elsejt Hysaj. Të gjithë kanë qenë me heq Hysajn. Po të shohësh postimet e mia kanë qenë jo, sa ish kapiteni. Ai duhet largohet nga skuadra kombëtare ditën që e ndjen që ai nuk është më për skuadrën kombëtare. Pra ti ke patur besim deri në fund. Absolutisht, po. Dhe ai është lojtar që luan në kategorinë italiane, super. Si mund ta largosh atë? Ky. Bëj fjalë për Jim Sheetin, i cili është centerback-u jon, apo jo. Nuk është lojtar intelektual si Cana. Ë? Është lojtar që shpenzon më shumë energji se ç'duhet, po realizon një qendërmbrojtës shumë të mirë. Në krahun e majt, nuk e çaj thu krahut majt, është i konsolidum mbrojtës e majt. Mitaj besoj. Mario, po. Mario Mitaj është jo vetëm inteligjent, po shpenzon energji aq sa i duhet. Janë disa lojtarë tipik. Pastaj kemi Bajramin diku aty. Kemi këtë Hasanin, si e ka Yasir Hasani, po. Kemi Yasir Hasanin, pastaj vim te Broja, Me skusa le me 2? kur them alla i djathtë Do të thonë ti ke vu Bajramin të majt luaj portieri. Po. Me 5 mbrojtësa, vej 2 këtu, ë? Edhe këto u bën 7, unë të fus 4 sulmues tani. Të 4 sulmues kushdo që të lodhet nga ata, ato të fusin kontrapjetën njërin për atyre. Kush? Si ka ky çuni Beratit? Mirtozuni. Mirtozuni është tipi përparim Kovaçit. Ai nuk e kam pa e bën rafisatën apo jo, po është gjynan nëse s'fillon ta bësh. Gjithë rafishat duhet këtë bërë. Gërshonën nëse e bën plot. bukur. Gërshonën, po. Bukur. Është tipi Rim Kovaç dhe i prodhon Berati këta lloj futbollistësh. Kemi këtë djalin e Shkodrës, këtë Armando Broja. Armando Broja duhet të jetë aty. Lere. Ta zem se ti ke marrë karton të kuq sa ka fillu loja. Të kanë heq një lojtar. Lere aty. Në momentin që ai të bën 2 shpërthime, aty i shkojnë 3 lojtarë. Duke i shku 3 lojtarë këtij, imagjinohet ti tani. Ë? Të 3 ekipi para. Manaj, Ozuni, edhe ky Daku. Ke 3 lirë nga krau tjetër. Po, të 3 këta. Këta janë bosh. Armando Broja, apo jo? Po. Është lojtar që ka start. Me të kalun start, ai nuk do t'i shkoj Portës kur shef Boshin atje me 3. T'jep pasimin. Ai pe pasimin që bëri? Po, gjithmonë e ka bërë. Ishte pasimi, ishte gol. Ai hodhi topin ke pika penaltist, nuk je ti aty taktikisht ti. Porta bosh. I komaru punën, e ka bë golin ai. Sa e shohin fush atë, trajneri kundërshtar thot mos këti 2. Gjuzin thot, Gjuzo hyn sparkati, ai tigën se të kërcet në rreth topin. Do të thonë ky është formacioni që Absolutisht. Çfarë çfarë formacioni ke bolli tash? 4 mbrojtësa. Që vin kështu. Bashkë me portierin 5. Një me su shok këtu, një me su shok këtu. 4-2-4. Edhe 4 sulmues ti ke bëj rrumullake të madhe. Po. Po me si fushës? Me si fushës janë 2 mecallat pra, 2 lojtarë të mesit luajnë topin. Bajramin dhe Yasir Hasani. Kanë hapësirë ata. Ata janë bosh, ata nuk i markon dot njëri se ke sulmues e ti ke 4. Je detyruar të dublosh sulmuesin E bën këtë pozicionin më mirë Yasir Hasani se sa Besa Aslani. Kavajës, tani të vim ke Besa Kavajës, se ju e keni pa në kategorinë inferiore ato dhe nuk keni pikë fare domethënë. Besa Kavajës ka pas këtë variant. 4-2-4 të vinte në Tiranë me Shtinin. Shtini, lojtar i fshehur, me i start i shkurtër, ishte një 67-68, mi po starti aty ishte pikat. Futej pikate i mbrojtësit majt ose mbrojtësit gjatë kudo që ta vendose trajneri dhe 3 lojtarët e tjerë që ishin Dash Bajazit të që ishin këta tjerë të ishin gatshëm për gol. Gol Tiranës këtu. 2-0 në Tiranë, në stadium Qemerstava, në ikte menja. Ta pa të vjen Shtini pa të re. Do në Shkodër. Pa na kalu te Kavaja, do na kalosh pak te Tirana. Çfarë po ndodh me Tiranën e madhe? Ç'është kjo gjendje e ekipit? Shiko, një sekret do t'ja them ju. Riti ka qenë tifoz i Partizanit. Presidenti i Tiranës, po është Tiranës. Po pse ishte tifoz i Partizanit? Se ne ishim te shkolla Mistomame. Dhe shkolla Mistomame ishte në jurisdiksionin të ndarë me rajone që e kapte klubi i Partizanit. Prandaj ishte me Partizanin.
Riti kishte qef të luante futboll. Riti lojtar teknik. Birës djali vet në një farë mënyrë kishte ngjashmëri. Grenti po. Djali vet thonë lojtar teknik. Mirë po. Lojtar teknik zakonisht janë aristokrat. Janë intelektual. Që do të thotë ruan. Çimuta nuk shpenzonte energji maksimale. Çimuta raste golin aty 40 metra gol do të çado. 1-0 të bona, a do të dal, dilte nga Do loja. të thonë Tirana ka problem që nuk ka më Çimuça në ekip? Po. Ky është problemi i parë dhe problemi i dytë është mos mbajtja e një trajneri, më vjen keq që nuk prodhoi trajner. Nuk mund të themi se Mireliosa ka qenë një nga trajnerët aty. Agustini, domethënë Agustini donte gjithë skuadrën të lunte si Agustini. Nuk lund dot gjithë skuadrat si Agustini. Si trajner, ka pas vetë trajner si tash ka opozita. Pra, Tirana çalon ke trajneri, mendoj unë. Nuk ka se ka probleme që thonë ka kurtha nga federata, këto gojë të liga, apo nuk mendoj që ka probleme. Në kandidimin tim 2014 Rita Lili më tha kështu. Unë ta jap firmën, tha kujde, po Tirana shkon kategori të dytë, ta kesh sigurt. I thashëm pse më çfarë do bëj Duka? Kaq hakmarrës është? Jo, më nuk është se është hakmarrës ta, edhe ti po ti ishe ta do ta bëje këtë punë, se unë të njoh shumë mirë. Se jena kështu moshatar ne. E vërtetë është që ti do e bëje? Nuk e di, ndoshta, nuk e di, nuk mund ta them 100% që mund ta bëja. Po edhe pa kandidim nuk ka mungesë demokracie, edhe më tha, të lutem nuk ta jap dot firmën. Birës lam takim, edhe më doli nga fjala në takim. S'merdi, kur merdën gjithë, erdhën gjithë. Erdhët nesër. Tani dha ti e dis. Shok kam vllat kam, po këtu s'kam ç'a bëj. Vetëm për kaq se Tirana shkoi një vit më mbrapa në kategorinë inferiore, vetëm pse u taku me mua. Këtu unë i them Armando Dukës, mos kujto se të harroj. Mendon që ka qenë ky problemi që e taku me atë? Absolutisht. Mos kujto se të harroj. Çfarë mendon që është problemi te kampionati jonë që nuk ecën përpara, te këto që përmendë? Nuk mund të themi se si përpara. Që ka hapa pak më të vegjël se kombëtare. Po një portieri i Shkodrës edhe i Ignatios. Dakor. Nuk po them që nuk kemi futboll, po them që hapat kemi pak më të vegjël nga ç'është duhet. E para ne jemi një vend me 4.2 milion banor në statistikë zyrtare. E dyta, jemi të banuar me 2.3-2.4 milion banor. Ta zem sikur luajnë 5% e këtyre futboll, i bie luajnë gati 125.000 njerëz futboll. I 25.000 që janë femra që kanë qef luajnë futboll, mbeten 100.000 djem. E dini ju që Gjermania për shembull ka 4 milion futbollistë të regjistruar. Po mirë, se është edhe populli më i madh. Po pikërisht pra, personalisht edhe tek pikat e mia, të 15 pikat se ju vazhdoni me qitë dhe programin që kisha atë kohë, po e ricel më. Po do pikat kryesore mirë. Po patjetër. Pikat e mia ishin kështu që ne mund të bëjmë një konfederat futbolli me marrëveshje me shtete si Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë, se grekët nuk vinë kollaj. Edhe ne, ndoshta edhe Bosnia, edhe të bënim një ligë të madhe me 20 skuadra, dhe nga këto 20 skuadra pastaj të konsideronim një federat të madhe. A është e mundur kjo? Kjo bëhet në marrëveshje. Tani Armando Duka s'dum ne nga ana zyrtare kanë ngrit lart. Futbollin shqiptar, janë presidenti i UEFA-s, mund ta xarroj atë. Por ka majtur peng votimin gjithmonë atje. Nuk e di, mund të ishte një më i mirë. Domethënë ti po thuaj që duhet bëhet një kupë ballkanike, po thuaj, nga këto Kupa Ballkanike është bërë një herë ka marrë Partizani në 71-shin. Jo. Po tash nuk bëhet, jo për gjë se ke Conference League, ke Europa League, ke Champions League. Nëse nuk merr ke pjesën e para, ke dytën, nëse nuk merr ke tre. Ja Tirana s'luan për shembull. Tirana është çfarë vend zonë 7. Shiko, problemin e ka Tirana se atje futen ekipe nga Letonia dhe luajnë. Problemin e ka Tirana se tani mos luaj Tirana futboll. Kjo është ajo pyetje që thotë Flori pse nuk bën përpara. Po ai 105 vjet klub tani mos luaj Tirana. Po pra, problemi ai e ekipit. bën gati se ju pyetet atje bën gati ju sul Vllaznia me gjithë Dinamon me çu në ligë inferiore. Jo, po do marrim hakun ne çana ke boti ne. Nëse ka bolë shkojnë përgjigjen përpara drejtësisë. Po më ishim të Duka. Po. Shumë veta mendojnë që FSHF-ja është e Dukës dhe nuk e merr askush tjetër. Çfarë mendon ti për këtë? Do e kishe kandiduar ti për shembull? Jo, unë kam bërë provë një herë këtë. E ke bërë provë? Po kam bërë provë. Prova ime shkon në gjykat. Në moment që shkon një provë në gjykat, siç bëra unë, Domethënë ke kandiduar për Federatën Shqiptare. Po.
Regjistri është 18 shkurt 2014. Zyrtarisht gjykata me datën 20 2 ditë më mbrapa merr vendim, pastaj gjykata merr vendim, zgjedhet të mos bëhen, ai bën. Pastaj dola përpara gjykatës unë, Manjola Beleri quhet zonja, e përshëndes zonjën, shkëlqyesinë e saj gjyqtare, që tha si ka mundësi të regjistrosh se s'du ta bëj përsërit atë që tham përpara. Pra kam marrur atë stad. E dyta, unë jam 66 vjeç. Zgjedhjet janë mas 2 vjetësh. Dhe i bie që unë të kandidoj 68 vjeç. Deri në 70 vjeç nuk të le statuti, po të kalosh. Pra i bie që unë marr 2 vjet dhe marr edhe 2 vjet me hile 72. I bie që unë s'jam i ndershëm. Duke nuk pamundet njëri. Mendoj që ndoshta po të ishe një grua kandidate, një vajzë të futbollit shqiptar, ke menduar në një emër ndonjëherë? Nuk më shkon mendja që gratë bëjnë rafishata. Duhet Ama që drejtojnë për president. Edhe një herë. E kuptova. Ky vend ka patur 2 mbretëresha, Dodonën dhe Teutën. Të dyja kanë vrarë burrat. Vendi është shkërmoqur. Edhe me zër po mbledhim, sikur që mbledhim Republikën e Kosovës. Çfarë thashëm? Po sikur të bëjmë një ligë, ju kujton se thash kote? Këtu quhet Illyricum Sacrum. Do të thotë, Iliria ka 20 ekipe. Pastaj themin e Italisë. Po si më bën gol në sekondën e 58, edhe ti nuk e beson dhe vetë që skuadra ka bën gol. Po se beson dhe se të ka fut golin Paolo Rossi ty si brazilian edhe ti ke inatin tani me Italin. A të bëj një quiz shumë të bukur, je dakord? Po çfarë thotë? Quizi quhet do lloj pyetje bëni ju? Çfarë të keni qenë? Është një term shumë i bukur, liberal apo konservator quhet, gjithmonë me termat e futbollit bëhet fjalë. Po. Pyetja ime është që nuk ka asgjë të keq po e sham pak albitin nga motra. Gjë që ndodh që futbolli e ka inatin brenda. Ti mendon që je liberal te kjo apo konservator për këtë? Po sigur albiti mos ketë motor? Atëherë bie po sharje. Pra jam konservator, mos e shaj. Se ti nuk e di ka motor apo jo albiti. E mban mend ka qenë një rast në Shqipëri ku është hedhur poshtë në gjykatë se arbitri nuk ishte motor dhe doli pa fajshëm ai tifoz. Po pikërisht unë pranë të përgjigja, ju kujto se s'kisha informacion. Unë kam lexuar para se të vi këtu. E thash për ata që nuk e dinin. Do thon arbitri nuk pas ka motor. Dhe bie poshtë akuza. Shishi. E rrim të linë Shlaku, profesorin, profesorin na mësonte, kur ishim të rinj, që shiko, do futen në stadium, atje dhe mund t'ju shajnë. Ju do t'i mbyllni veshët, me çfarë t'i mbyllni me dyll, nuk dëgjoj shokut. Nuk keni punë me tifozë. Keni punë vetëm me punën tuaj. Edhe unë njëherë për ikë në shtëpi të dy bashkë. Me profesorin, se si ishte si sot, që ka makina, bicikleta, motora, më o bicikletën për dorë. Edhe ngjiti me profesorin. I thash, profesor, është një gojdan Tiranë që ke marrë njëherë babain, nënën, gruan në stadium. Është e vërtet? Po. Babai jot ka thënë që mirë ti se do të shahesh edhe gruan tënde që të vjen në stadium do ta shajnë. Po gruaja ime pse duhet të shahet që është nëna jote? Se shkon deri aty. Po. Edhe prej atëherë tha, unë nuk e mora më as gruan në stadium, as nënën në stadium, as motrën në stadium. Ky quhet Lind Shlaku, dritë i pas shpirti. Që do të thotë, është e vështirë në stadium, se tifozëria ka punën e vet. Ti po thu që mos shkojnë femrat në stadium, që lojtarët të shahen nga motra? Jo, nuk e thash shumë. Jo, domethënë, Unë thash mos shkojnë motrat e lojtarëve në stadium. po pra, që mos të Po se shahen nënat e lojtarët. lojtarë, po e dëgjoj live aty. Imagjinoj babai aty është me vajzën, pra motrën e. Po pse mos i themi tifozave mos i shahin lojtarët nga Po motra? mirë, pra ndodha ajo që ja kërciti me grusht ai. Ku ishte ai? Që ja kërciti me Në grusht. Shqipëri. Ky i Kosovës. Po më ore çfaj ka motra lojtarit që s'po lu lojtarit tamam futboll. Po pikërisht të du të them unë ty. Prandaj mos e merr Kjo motrën. sharje shqiptare tani. Po pse çfarë Ashtu më na na ngel. duhet tani? Atë mllefin ton gjatë javës. Po kur shajnë ka rob, debi mos më marr rob të Që rob nuk Nga stadiumi bosh. lojtar. Atë Kush? shjem, Pse mos sa më stadiumin pak më qytetëror? Po jo, jo. Këtë pa po them Sa valla. stadiumi bosh tani, stadiumi bosh. Vari që ndryshon futbollin dhe emocionet. Ti je liberal ndaj varit apo konservator? Kur isha në parlament, kryetari i parlamentit më tha, kujtim nuk do të ketë më tha kështu për cerebral fizik tha, do ta ketë elektronik. Var me pak fjalë. Var. Edhe unë i thash ose fizik për cerebralin o s'ka. Ik more ignorant më tha mu.
Më vesh ti po. Ik mori ignorant tha se ti s'di të përdorësh varin të themi varin. Okej, teknologjia. I thash une? Po. 3 minuta ja kisha marrë për shëzër balon. Një të këthuj mrapsh, i marrë dhe 3 minuta të tjera. Mua i thash më kam mësuar integralin informatik në Universitetin Bujqësor Tiranës, profesor, doktor i shkencave Haralam Papakroni. Dhe më ka vu, i thash, notën 8-9, unë nuk e meritoja. E thash aty, për 9, por profesori më tha, me që ka arë në moshë të madhe, këtu të studiosh ditën, hik, mos hajde mo, mësim, ti, do të marrësh 9, se 10 së të vej, se 10, i tako profesori, doktor i shkencave. Po. Thash ti të më thuash mu që ke bërë shkollë e partisë punës kriminale komuniste, të më thuash mu, i thash unë, për se balin e ke elektronik, s'di të përdorësh elektronikën, qa bërat nesme, no? Një të marrë laptopin e shkurtër, të voglit, një të futat e po punosha. Ta gazetarët, gjuzi punon edhe me dokument, me shkrim, Edhe me e laptop. shkruar ambetet, nuk i met era, edhe me laptop. Edhe, thiri, kryetari kuvendit më zyrë, tha, më ke bërë një gjëta që mos e bëj më. Përgjigje nuk na dhe. Po, ato përgjigjen. Liberal apo konservator? Për varin Po më vjen Për në varin. dyshimi mu. Jo, për varin, për varin. Për Po varin. varin pra, vari, çfarë? Varin. Vari? Po. Po konservatorët valla çam duhet Konservator. vari mund të luaj futboll të shoh gol me Okej. rafishat aty. Okej. Ishte offside, kaloi thot të qindajt e milimetrit. Offside. Domethënë e pas ka ndor kush? Presidenti Armando Duka. Ai e pas ka ndor Ndodh vari. dhe jashtë ajo. Ora po flasim për Shqipërinë, Okej, okej. ne dalim anë, ne themi për varin se s'duam Për varin ton. gërmën tjetër se më fillo dhe Jo, emri. ne po flasim për varin. varin. Ora se ton. më fillo dhe emri mu ma të gërmën tjetër, s'na duhet e sport. Kemi lojtarët Xhaka, Shaqiri, Berami, shumë lojtarë që kanë luajtur me kombëtarë të tjera, janë shqiptarë po luajnë me kombëtarë të tjera. Për këtë çështje e liberal apo konservator? Gunter Netzer, me numër 10 i Gjermanisë, shitet. Beckenbauer shitet. Luajnë me këtë në Amerikë. Dhe Gerd Müller për një kohë nuk u shit. Gerd Müller i madh, unë e kam pas shumë qef atë, se ishte trupi ime, 1.71. Domethënë, një lloj përgjagjësi, pa ai lundë sul me E bukë. kuptoj. I thot në një takim gazetares, gjermanët nuk shqiten. Përgjigja e Netzerit ishte një buf tha, nuk e di se ç'është paraja. Mi po ke pati që bufi sot ka dalë si më inteligjenti që në kohën e Kleopatrës? Domethënë as Netzeri vetë nuk kishte informacion intelektual, që duhet përmendte bufin. Domethënë i tha buf kujt? Gerd Müllerit. Këtë Netzerin e mbanit mend gjë ju? Ja. Kurse Jo, Gerd Gerd Müllerin Müllerin po. tha, si u duk tha numri 5 Bujar Cani. Urdhëron tha, si duket numri 5 tha që ju markoj ju. Jam shumë i gëzuar tha që erdha në stadiumin tuaj, shënova gol se nuk e di, am vjen radha herë tjetër të vit bëj gol këtu. Përgjigje inteligjente. Lojtari gol quhet. Përgjigje bufi. Unë e kam pas shumë qeva. Pikërisht përgjigje inteligjente e bufit. Ti thuj që këta lojtarët janë me drejtën e tyre apo jo? Po. Janë në të drejtën e tyre dhe nuk mund t'i bëj një koment pse kanë qenë në ndryshni federative, kanë qenë në genocid. Dhe njerëzit, duke më përfshirë dhe mu, që kanë kalu në genocid, nuk janë 100% vetvetja. Sepse në sfond rrinë, ore, se mos po bëjnë e shaka këta dy qunat e sportit me mu që më kanë kap këtu të ashtim mate? Po ti vetë ke pranuar këtu. Ama jo fshira, se ndryshe në 121 i kodit procedurës penale të qonë në gjëgat, në burg. Jo, nuk jemi për burg, jo, Benar, vazhdo pyetje se Se ke na burgos. nuk- Qof Flori. Kuptova, pra, Ja, kuptova. nuk e Është kishe. mësu Flori, Flori ka dhe dikush emrin Flori dhe ka ika ja aty. Ço këtë. Edhe ç'a du me thonë me këtë? Tani ata lojtarë që kanë luajtur me skuadra të tjera brenda vetes, ata janë të vrarë që s'kan luajtur me Kuqezi apo me Republikën e Kosovës. Janë të vrarë. Ne s'mund t'i mbi ngarkojmë ata. Tani Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë një në sport, edhe pse ndoshta nuk mund të jenë E tham një ato. shtet, po. Liberal apo Vetëm konservator? një konservator, vetëm një 168.025 kilometra katror trojet një shqiptare për mu, nëse unë në kohën time të kam marru koha ime për këto që pyetët ju,
Unë do të bëja bashkë, luaj skuadra 10 skuadra tani. Luftëtari Gjirokastrës, sa vite kemi ne që nuk e shohim fanelën Bardhezi. Iku. Apollonia Fierit, po ashtu. Shqyruri kthy Elbasani, Besa e Kavajës, Flamurtari. po ashtu, Flamurtari, po ashtu. Ma kipem tradit këtu. Se shikoj, se mund të thotë dikush e ka nacionalizmin koptë. Ja shih. Po, duket. Ça? Flamurtari tani. Si u bë kokra 10 vite atje tani Flamurtari. S'lut dot me Tiranën Flamurtari. Po ç'është kjo? Po bëja pra me 14 skuadra se s'u bën nami, drejtë e mori. Okej, nëse ty ato të bëjnë numra, 4 skuadrat, 4 dalin, 4 hyn. Ha? Ja ku rregullu. Ka skem. Po. Edhe është dhe ekonomist drejgji, duka, e ke pra, vjej not ka herë. Ekonomi jam dhe unë tani. Lojtarët e futbollit thuhet që paguhet më tepër nga që meritojnë. Në asnjë mënyrë. Tani Ato kur Liberale apo mirë ku më mirë merr sa çmerr lojtari me keq, bie janë mbi paguar. Nuk më intereson, ai ka fut kohën. Shikoj vetë don këtu, lutem. Po. Si vetën tjetër. Janë taka këto, janë rrshitje poshtë me të heq topin mos me bë gol. Vërsht ka çat taka e futbollistit kundërshtar. Ça, ai ka dalë, nuk kam dalë nga gjak. Jam qep, kam hyrë lojë. Çak, e bën mjeku këtë? Ja. Lutem. Rrezikim madhe. Pastaj sa tifoza ka mjeku atje? E diti që në auditor mjeku... Do të tifoza dhe ana komerciale, apo? Morim i qikne, e njeriu i vetëm mjek në Shqipërinë, trojet etnike shqiptare që ka tifozëri, ma lejoni të them, që doktor Baca, se mos bëjmë reklam madhe. Ky ka tifozëri sa dush. Ky e mush stadiumin edhe pa qenë i Ronaldo e mush. Përveç ti, kush mjek tjetër ka aq tifoza? Zero. Atëherë, lutem shumë. Jo se kam luajtur. Futbollistët i meritojnë parat, por ata nuk janë ekonomistë që të kullandrisin edhe mos luajmë bizhoz. Se duke mësu duke luajtur bizhoz në kazino, ti shet ndeshin, qoftë edhe me kombëtarin për të cilën është ajo që ne folim shpar dhe unë kam thënë ja 2-3 raste këtu, 5-1 Rumania. 5-1 Rumania që ne rrafim në Europian, me golin e Sadikut apo ja. Po. Domethënë diçka aty ka lut. Diçka ka ndodhur, po. Ka Bixhoz. Mirë, me që jemi te Bixhozi, kam një pyetje që s'ka lidhje fare me Bixhozin. Jepi. Vajzat në sport duhet paguar njësoj si djemt, liberale apo konservator? Vajzat pa ato janë nënat tona, motrat tona, gratë tona, të dashurat tona, fejumet tona. Paga do t'i kenë njësoj si djemt. Ja, po, këtu do të vitë tash. Ku ka çmim pagesa një nëne. Ajo na ka sjellë në jetë ne të treve. Çfarë thuhet? Në rregull. Do të paguaja në mënyrë konservatore. Ta dha përgjigje, nuk ka. Thon, këta që luajnë Bixhoz se kanë dhe këta ato pikpyetjet e veta në jetë. Thonë që ndesha pa lutje skëdin nuk shijon. Liberal apo konservator për këtë çështje. Shpesh herë unë bëj parashim konservator aty në faqen time të Facebookut. E ka njerëz që më referohen mua, njëri para 3 nesh më tha, "Një gjë se unë të kam ligju ty dha, kam fitu 5 herë, kam humbur 4 herë." Ai lutem me komentet e tua. Po. I thash po çeke 1-0, ti në rregull, çfarë halli ke? Jo dha, po ka ato 4 herë ta, unë kam vu lek më shumë sa ke 5 herë që kam fitu. I thash Lale, ti më së duket nuk e shku me bo shkollën për ekonomi dhe biznes në universitet bujqësor, të këshilloj të shkosh. Një tjetër e mirë dhe e keq e futbollit janë menaxherët. Ti je liberal apo konservator për menaxherët e futbollit? Unë këtu kam përsëri konflikt interesi se jam vetë i marketing. Nga ana tifozit. Po nuk e nda dot këtë. Çdo njeri në këtë botë, masi lind, fillon qan. Ka frikë se shef dritë gjithë ne dritë. Ja këtu drita dynjoja. Ku dihet tu çka ka mas. Ndryshimin e kena mirë. Po pra, shumë bukur. Edhe ka dritë fillon me qa. Pastaj filloi të merr vesh, avash aty që moshë 7-8 vjeç që ti duhet me bë diçka, se çfarë do bësh nuk e di. Në herë nonat sidomos që nuk kanë goca, bën me çfarë ata? Si u gjuzën këtu. Si e ka dëmtuar gishtin. Nga rroba qepsia. Nona ime 84 vjeç, më thotë, "Nuk çat ka njëri në gjob pishmon se e kuptoj që ka shku drejt Varrezës, në shafër, ajo jetoi sa huta bardh." I them, "Çfarë s'kam çata, mos ai shoh gishtin këtu, më kujtohesh ti." Pa të keqen nona thotë, "Po ti s'e bën ai tot." Po pra, po i them unë, edhe për ne më ke vonë këtë varsën ti më këtu, se kjo varsë është nonës. Thotë, "Po bën 2 varse, të fusin prangat edhe, lutem mos."
Ma e vetëm njënë. 10.000 lekë vjetra në xhep, thotë, të dalin ty, thuj shokëve që një gjasa vjetë jemi 5. Ore, nga 2.000 lekë, s'ka më shumë. Hudhin tavolinë të i pari ti, pastaj thotë ti mos pi më gjo. Po sikur të vi kështu uria e duhet e ik pimen e qesma në edhe ose s'gje gjo ty. Drejt ka? Po drejt ka, po 84 vjeç ka drejt prave. Po normale. Ashtu, ha? Po, më tha mos luaj futboll, do se na bësh të pall. Drejt ka pas na qit punë. Po në operacionin kom. A hongra. A pra? Tani pyetja fundit. Po. Kombëtarja shqiptare arrin rezultate të mira vetëm me trajner të huaj. Liberal apo konservator? Shiko, bota është bot komerciale. Unë prap këtu kam konflikt interesi. Por unë do të zgjidhja trajner shqiptar. Nëse do ta kisha në dorë. Punë e madhe se shkova një 2 herë në botërorin e Europian. Trajnerin e kam timin. Ama do ta paguaja trajnerin. Jo trajnerit të thotë unë do marr ta fus 10 minuta gjuzin me bluzën e kombëtarit që të shitet gjuzi atje. Ja, kështu ja. Ai që e meriton duhet luaj. Tani, 1 minutë pyetje është kjo. Na e përgjigje shkurtra. Unë kam parë që George Bush lexonte faqen e gazetës të fundit parë, pra lexonte për horoskopin. Ndoshta presidentin amerikan që është me origjinë nga Albanopolis, fushkruaj. Nuk shkoi kot atje, po? Është me origjinë nga fushkruaja? Po. Këtë nuk e di. Tani, ndoshta edhe ti si konservator lexon horoskopin të parë? Ju jeni dashur në horoskop, sikurse edhe unë kemi konflikt interesi se kemi virgjëreshën këtu. Po, kjo virgjëresha na prish punë, me thënë drejtën. Jo, nuk prish punë. Ti ki vllai. Ty le vetë. Jo. Virgjëresh Maria është njësh 7 vene bosh ve këtë dush. Po kjo është virgjëresh Benard. Jo, se ju mund të kujtoni se janë njësh dashi. Po sikur ta kthejmë horoskopin nga ana tjetër i bie peshqit. Çfarë mendon për Leo Messi që është gaforre për shkak? Leo Messi dhe gaforre nuk duhen kombinim shumë. Ai 3 ditë muj, ai është gol. 3 ditë. Ditë të tjera i bie shtyllës. Messi? Nga horoskopi bëhet kjo. Horoskopi kështu. Jepi lojtar. Lamin Yamal. Edhe ky gaforre. Si e ka ky? Si Messi. Lamin Yamal. Vetaj në Barcelona. Xhemal lale. Xhemal. Ky është nga Berati, nga urave gërore. Ky është Xhemali. Ky mos e ka Lamin Xhamal apo Xhemal? Çrënci ka. Ha, okay. Gaforre. Ky ndodhet pikërisht në Gadishullin Iberik, ku është edhe Gibraltari dhe gaforja blu e Gibraltarit del atje 3 ditë në vit nga thellësia rreth 1200 metra poshtë. Edhe ky me 3 ditë. Rin diell atje, kjo quhet gaforja mbretërore, që i përket nga data 1 deri me datën 7-8. Këtu futet Edi Rama. Po Haalandi që është gaforre, çan 3 ditori. Gaforre norvegjeze kjo vllai. Po. Ky do të jetë gaforre kuqe, ky është i rrezikshëm. Ky duket që është i rrezikshëm pra, është la gol pa bo. Gola do të thonë nga pozicione pinderike të paperceptueshme. Cristiano Ronaldo, ujori. Ky o 007 e ka përmjet gjithë botën e futbollit, s'ke çaj bokti 40 vjeç, domethënë me të rast golin ravishat të fik derën. Fik derën. Po Mbappé është gjetar. A ka të harku? E kam panë si lojtar që hera herës do të bëj vetëm atë që do ai. Jo atë që do skuadra. Lautaro Martinez, Luan. Ashtu siç ka shenjë horoskopit, ashtu është dhe në lojë ky. Jo, ai thotë që jam dem në lojë. Tani e pretendon që është dem, po është Luan fakt. Po me sa duket, u morë vesh me këtë çështjen e lingvistikës spanjolle. Ky ka qef bëhet demi. Let vit luaj herë me Partizanin kundra ai dhe e shef se si shkon. Po Maradona që ka qenë në krep. I ndjeri Maradona kur ka bë golin me dorë, po ja them, ja sërish domethënë ju emocione po. Emocionone. Kemi qenë në plazhin e Divjankës. Më duket se isha ushtar në atë kohë. Televizorët ishin bardëzi dhe plot njerëz atje, ishim stërvitje ushtarake. Gzim Hoxha. Gzim, të kam thënë që goli është me dorë apo jo? Pa u dhënë përsëritja. Goli është me dorë. Pa var. Jo më tha mu. Se ky Gzimi tani ishte tifoz i Argjentinës, i vetmi. Jo. Kur dolin brava goli me dorë, ta hajde të jap një birrë. Si e gjeta. Gzim Hoxha ka kalu
37 vjet, po i ke borxhi birr kujtimi. Jo, ma ka dhënë birrën. Ata kanë birrë. Ma ka dhënë. Dhe pas ka dhënë. Je okay. Ma ka dhënë birrën. Je okay. Pele, akrep edhe ky. Sikur se shenja horoskopit mund të konsiderohet si lojtari pa ngjyrë, e theksoj, që unë e kam parë pak, po finalen e Brazil-Itali, do më thënë e mbajmën. Pele, Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Numër 10. po, Kevin Keegan, Panayot Pano, shive, urdo, shive, emocion. Ka u grabi. Indian. Të ka ndodhur shumë herë futbollin e pas ke Po, emocion të madh. unë thash po të kishte topin këtu, do t'ja bëja direkt live atë që e thon Rovesano. Këta janë gjë e madhe, domethënë. Janë gjë shumë e madhe. Mua më vjen shumë keq që stadiumet tona, sidomos kombëtarja e vajtur për herë të parë në Europian, nëse unë do të kisha një pushtet, 22 lojtarët bashkë me trajnerët që ishin me Xhani Debiazin, që ishin në Europian për herë të parë, do të kishin statuj bronzi përpara arenës Kurqëzi. E meritojnë thënë. E po si ka mundësi më gjithë të lojtarë, gjithë këto, gjithë të shenja horoskopit, s'kishte asnjë dash aty, asnjë vizhëresh, ç'a bëç? Po jena dy këtu në studio. Po tani dashje kanë datë të vende të tjera në jetë. Futbollin e ka lënë. Ti je ashtu. Ashtu si e botë jo vllai. Un kam më ka pra. Ta bëjmë të emision vllajzë. Pjesë të tjera rregull i kam. Ja, në rregull, bravo. Më vjen mirë se ai duket që është veshur me uniformën për të thënë që Gjuzo je gati të shkojmë të bëjmë kalçeto. Më vërtet, a lua akoma kalçeto? A keni qef ju? Unë them ta mbyllim me studion dhe kalojmë të kalçeta, më Po, mirë. do të lemi kalçeto me pse? Nuk kam asnjë problem, që sonte bodeshet. Atëherë të falenderoj për bisedën këtu dhe kalojmë më mirë te kalçeta dhe U do kry. çdo me ato tona. Kalçeto. U kry. Kalçeta. Nëse dhe ti je dashur në horoskop ose jo, ky episodi të ka pëlqyer prapë. Prandaj kliko pak butonin subscribe këtu dhe na ndiq edhe herët e tjera. Ándale.